Jezusi hyni në mes të tyne dhe ju tha, paqja me ju. Krishti vjen në qendrën e jetës tonë, nxën vend aty edhe uron paqen. Paqja nuk është thjesht vetëm çështje qetësie. Paqja nuk është vetëm një moment relaksit. Paqja është me njoftë vërtetën. E në kjo se e vërteta jonë nuk qëndron në Zotin, atëherë gjithçka është e marrume. Atëherë mesin vetëm njerëz dyshuesa, të pakënaqur, gjithmonë me frikë, gjithmonë të mbyllur e të ndryllur. Ndërsa Krishti vjen edhe shpartallon çdo gjë të dyshimt, hek çdo lloj gjëje tjetër, defton vetveten, shfaq vetveten, edhe na bën për me kuptu misionin tonë. Misionin për me shpall forcën e dashnijës, që kur bëhet qendër e jetës tonë, të ri për trin, edhe gjallëndon gjithmonë. Këto janë pashtë.